Brenda 7 ditësh i priti të dytë. Presidenti kinez Xi Jinping i pati mysafir dy homologët e tij më me nam në botë, Amerikanin Donald Trump dhe Rusin Vladimir Putin. Të dy i priti në sheshin Tiananmen të Pekinit me marshe ushtarake, shtrëngime duarsh dhe përshëndetje nga grupe fëmijësh. Vetëse për Amerikanin që shkoi për herë të dytë në vizit, organizoi xhiro edhe në tempujt e kopshtit unike në Zhongnanhai. Madje edhe shtroi një dorë për të dhe të gjithë delegacionin e investitorëve që e shoqëronin. Por, që të dytë i priti në salonin dhe karrigen e njëjtë, në të cilin Amerikani duke më i vogël se zakonisht, ndërsa presidenti kinez si mikpritës kujdesej të shfaqej më i madhi në takim. Derisa Trumpin e la të dalë nga Kina, pa as edhe një marrëveshje të nënshkruar publikisht, me Putinin që e priti për herën e 25, rikonfirmuan miqësinë dhe për të nënshkruar marrëveshje të reja energjetike. Madje nënshkrojnë mbi 40 marrëveshje. Por, surpriza kryesore nga të dy takimet qëndronte mungesa e një marrëveshjeje Rusi-Ki për Kasielsin Siberia 2, edhe pse u konfirmua një mirëkuptim rreth projektit gjigant rus. Megjithatë, fluturimi deri në Pekin për Amerikanin Trump nuk ishte për asgjë. Pas muajsh tensionesh dhe një luftë tregtare SBA-Kin, dy liderët u takuan për të mbajtur një lidhje pak më stabile. Së fundi u përmend edhe Tajvani, shtet të cilin Kina e konsideron si pronë të vetën. Moska është e rreshtuar ngushtë me Pekinin për çështjen e Tajvanit, ndërsa SBA mban një qëndrim të paqartë. Sipas Ministrisë së Jashtme të Kinës, të dy palët ngritën shqetësime për Japoninë, e cila po ndryshon politikën e saj pacifiste me ri armatosje.